Pini ujë me limon çdo ditë dhe do shpëtoni nga ky problem. Shumë njerëz munden të jenë skeptik për këtë trajtim, por çështja e pagjumësisë shqetëson një pjesë të madhe të njerëzve dhe ritmet intensive të jetës së përditshme dhe stresi janë shkaktarët kryesor të pagjumësisë. Shumë përdorin pilula për të siguruar një cilësi më të mirë të gjumit. Megjithatë, nëse vuani nga pagjumësia kronike, gjëja më e mirë që ju mund të bëni është patjetër të konsultoheni me një specialist, por le të shohim dhe një mënyrë natyrale. Truku është që të pini ujë me limon para se të shkoni në shtrat. Konsumimi i tij me stomakun bosh është shumë i mirë për shëndetin. Megjithatë, duhet të pini një gotë ujë dhe lëng limoni para se të shkoni në shtrat, në qoftë se dëshironi të keni një gjumë të thellë, të qetë dhe njëkohësisht të bëni një gjumë akoma dhe më të mirë.